Miqtë e Andale Sport, ja ku jemi në takimin tonë të përjapshëm, ka patur zhvillime të mëdha në futbollin shqiptar. Lajmi më i madh është ai që mësuam sot, largimi i Silvinjës dhe afrimi i trajnerit të ri. Ti je trajneri kombëtarës, do jesh në një tokë të nxehtë, kështu që Personalisht lig vendin e parë shoh të arritshëm, kualifikimin shoh pamundur me të trajner. unë mendoj trajneri duhet shikoj në fazën ofensive. Oferta do kesh tani mendoj pe. Apo ke pa? Që futbollistët kanë meritur më të madhe sepse ato vrapojnë dhe ato konsumojnë gjatë gjithë kohës. Dhe më mend që mbas Kuksit të gjithë ekipet kanë synuar për të shkuar lart dhe ishte edhe Skënderbeu që shkoi. Si lojtar më ngel një peng që është e vërteta tek Partizani. Miqtë e Andale Sport, ja ku jemi në takimin tonë të përjapshëm, ka patur zhvillime të mëdha në futbollin shqiptar, nga ato që thoi ndjek me lup gjithkohon. Sa bukur, kemi pasur muja të mëdha në fakt. Kemi pasur shumë, lajmi më i madh është ai që mësuam sot, largimi i Silvinjës dhe afrimi i trajnerit të ri, kështu që do të flasim edhe për të në fakt, por fillimisht do flasim për një histori suksesi e cila Po me trajneri jemi prandaj të marrim mori jehon këtu në Shqipëri dhe nga rrjetet sociale, por edhe nga në fushën sportive, bëhet fjalë për Sopoti rigjitet në kategorinë e parë. Dhe një merit madhe pati e trajneri Raman Allaçi, përshëndetje. Kemi nëse ta kemi studio. Mirë se na erdhe dhe urime një herë për ngjitjen. Shumë faleminderit. Bëhet goxha buj. Suksese, një sezon. Po bëri buj se kalon nga një rrugë e vështirë, dy takime. Pra, morët një ngjitje si e morën me 2 play-oute, 3 play-oute me sa vuajtje e morët. 3 ndeshje shtesë, 3 ndeshje finale, kuptohet vështirësia ishte shumë e madhe, që është e vërteta. Pasi po të diqim nga vendi i parë, do ishim më të qetë, por kuptohet më pas rritet dhe presioni, ana psikologjike e rënduar me patjetër, por që lojtarët u dërguan të sot, duke qenë se 3 ndeshje pra që kur i mendon, pra fillon vështirësia. Ndeshja e parë me Tërbunin, e zgjidhe mirë, mendoj qoftë edhe me gole të shënuara, ndonë se morëm një gol të shpejt dhe skuadra reagoi mjaft mirë. Më pas me skuadrën e Shirokës, e cila ka bërë dhe investime, një skuadër të mirë, pasi ka edhe lojtar ka marrë lojtar nga kategoria superiore, shkuam me penalti që është e vërteta, por që në shtesë skuadra dominoi që është e vërteta, sepse përgatitja fizike ishte më lart e jona. U turguam të qetë në pikën e penaltive dhe arritëm të shkojmë në finale me Luftëtarin. Luftëtari kuptohet një skuadër me ritëm tjetër, një skuadër shumë organizuar, me lojtarë të mirë, kundra sulmi ishte arma e tyre kryesore, por që ne kishim marrë masa që është e vërteta për të bllokuar pikat kryesore. Njëta gjë shkoi përsëri njësoj si me Shirokën me penalti dhe kjo në shtesë. U duk sikur provuanin pak, por fatikisht nga fundi vojti shumë, që është e vërteta Luftëtari, edhe lojtarët kryesorë filluan dhe u zëvendësuan. Mendoj që e rritëm ritmin në fundin e ndeshjes, ishim shumë afër për ta mbyllur fatikisht ndeshjen, por që shkuam përsëri me penalti. Por lojtarët kanë edhe një meritë sepse penaltia gjithmonë e themi është fat, por ishin mjaft të qetë, sepse ngarkesa shumë e madhe që është e vërteta, por që rëndësi ka që ja dolëm dhe arritëm objektivin. Duket pak e vështirë të kesh fat 2 herë rresht e penaltit. Nuk besoj që është vetëm çështje që ka ngel te fati. Besoj faktet e ndeshja parë që ka luajtur penalti keni provuar të stërvitë penaltin më shumë. Ne sigurisht që kemi praktikuar vazhdimisht duke goditur gjytjet në ndeshja më shkojnë penalti po. Në stërvitje, por kuptohet nganjëherë një futbollist mund të shënoj 4-5 penalti në stërvitje, mund të shënoj gola dhe në ndeshje mund ta humbas. Kuptohet portieri është i fiksuar për të hedhur majtas apo tjetër, ka dhe portier që qëndrojnë pa lëvizur dhe ne themi që është pak fat, por kuptohet është edhe zotësi sepse portieri Alliu kapi disa penalti që është e vërteta, dhe ishte kyçi i suksesit, por edhe futbollistat e tjerë si Argavania apo Tabako apo disa të tjerë ishin mjaft të qetë, pra mënyra se si ekzekutuan penaltitë është pak e vështirë fatikisht sepse shkon dhe ndalon për një fragment sekundi dhe më pas e godet pra shikon nga shkon portieri, kështu që mendoj që kjo është zotësi. Disa lojtarë tjerë kanë qenë të fiksuar për ta goditur nga krau majt apo i djathtë, por kuptohet portierët e kishin pak të vështirë që është vërteta sepse ishin mjaft të saktë. Kur e fjalë ishte avisnet superiore, faza Final Four etj. U bë te ju kur e fjalë për disa ditë me arritjen tuaj. Tani dua di çfarë nuk kupton, sepse rrallë publiku përqendrohet më shumë te kategoritë e parë dhe dyta. Çfarë nuk kupton publiku dhe tifozit për kategorinë e dytë dhe të parë? Çfarë është ndryshe nga superiorja? Sa e vështirë është të luash në kategorinë e dytë dhe të bësh misionin ngjitje? Që është e vërteta dhe për mua si trajner, zgjedhja ka qenë pak e vështirë, që është e vërteta. Nuk është se kisha shumë oferta, se po të kisha shumë oferta, ndoshta mund të bëj edhe një zgjedhje tjetër që është e vërteta për të qenë pak më lart në kategori, por që duke diskutuar prej 2 vitesh me drejtorin sportiv Gjafa, i cili gjithmonë më ka thënë që skuadra e Sopotit është organizuar, nuk ka probleme me financat dhe është gjëja kryesore në futbollin shqiptar.
kam gjetur një ambient të mjaft komod, që është e vërteta, por kuptohet vështirësia është e madhe sepse që tek fushat. Pra nuk mendoj që fushat janë në nivelin e duhur. Qoftë dhomat e zhveçjes, pra janë disa probleme që lojtarët kur shkojnë tek stadiumi ndoshta nuk ndihen shumë komod. Është ndryshe pra që shkuam lozëm në stadiumin e Flamurtarit, pra që aty fillon ndjesia një futbollisti që ndihet profesionist. Kështu që është pak e vështirë për ta motivuar një futbollist në kategorinë e dytë. Që është e vërteta. Por që gjithmonë kisha folur me futbollistat që jemi të kujdesshëm të largohemi nga kjo kategori, sepse kjo është kategori që nuk është profesioniste, që është e vërteta. Pra duhet të jemi të kujdesshëm dhe të provojmë, sepse kishte 12 vite që nuk po arrinte dot Sopoti për të larguar nga kategoria e dytë. Dhe të gjithë të bashkuara besoj që mund ndjekën hap pas hapi, po kuptohet merita më e madhe është e futbollistëve, që është e vërteta, sepse ata treguan një forcë të madhe, një forcë karakteri për të arritur këto objektiv. Por kategoria e dytë është pak e vështirë për një futbollist profesionist, qoftë dhe për trajnerin. Tani fal se mua më ngacmon kjo. Merita më e madhe është e lojtarëve, thua ti. Pse? Unë them që është e trajnerit. Pra, është sikur ti lësh makinën teci vet, duhet një shofer aty. Pse ja jepni meritën çunave? Se edhe fakti që kishin 12 vite aty tregon që pse po bëni modestin, se trajneri, fal, ndjes se kur skuadra shkon keq i pari që thon është trajneri. Unë them merita më e madhe është trajneri për të ngjitjen. Pa dash bëj çok ty, po flas seriozisht. Okej, gjithmonë do të diskutohet çështja e trajnerit në fillim, që është e vërteta. Por që janë lojtarët ata që bëjnë mirë në fushë, janë lojtarët ata që vrapojnë. Pra ne mund të themi shumë gjëra në video analizë, pra për diskutuar për çdo detaj, por që në fushën e blerët më pas është diçka tjetër komplet. Kështu që mendoj që futbollistat kanë meritën më të madhe sepse ato vrapojnë. Pra ne si trajner, menaxhojmë situatat e vështira, sidomos pra situatat që janë të nxehta, sepse një trajner i Zotit duket pikërisht ku ka momente të vështira që mund të kenë ngringje me lojtarët. Pra si duhet ta zgjidh ato situatë. Kështu që nuk jam trajner që përdor përjashtimin e futbollistëve, por që një fjalë të rëndë që është dënimi i lojtarëve. Kështu gjithmonë jam munduar të menaxhoj këto situata, por që unë mundohem t'i ndihmoj sadopak, por që do ta them gjithmonë që futbollistat kanë meritën më të madhe sepse ato vrapojnë dhe ato konsumojnë gjatë gjithë kohës, kështu që unë dakord unë vuaj shumë, unë mundohem t'i ndihmoj me zëvendësimet e mia, por qoftë me ndryshime të sistemit të lojës, por kuptohet edhe ndihmesa ime e madhe është për të parë një lojtar kryesor, ndoshta mund të bëj një lëvizje nga e djatha në të majtë dhe më pas sepse ndoshta kemi marrë masat për ta ndaluar në atë krah dhe kuptohet më pas aty është edhe aftësia ime, por trajneri bën maksimumin, mendoj që mund të jetë një sukses i trajnerit, mendoj të jetë 30%, 40% ndoshta mund të jetë shumë. Kështu që pjesa më e madhe mendoj që është futbollistët. Nuk jam dakord fare. 51, unë them 51 me 49 për trajnerin, po sigurisht trajneri do mbërtet çunat se i ka të vetë. Dhe këtu duket mastia trajnerit se mbro prap çunat nuk thotë ka më merit. Profe, është më lehtë të drejtosh në kategoritë e ulta, pastaj shkosh në elitë, apo nga elita të provosh kategoritë e ulta? Ku e mëson më mirë eksperiencën e trajnerit? Unë fatikisht kam qëndruar gjatë tek Kuksi, si zëvendës trajner, kam patur dhe skuadrën U21. Më pas kam qëndruar 2 herë si trajneri i parë, kuptohet ishte në vështirësi një moment të Kuksi, mora përsipër, një situatë e vështirë me buxhet shumë të madh, me lojtarë shumë të mirë, kalova një eksperiencë të mirë, objektivi ishte për të qëndruar në kategori dhe ja dolëm, po kuptohet ka qenë shumë e vështirë dhe mbi gjitha unë që isha një djalë nga Kuksi, kam lindur në Kukës dhe duke qenë se u shpalla dhe kampion në skuadrë, kampion me skuadrën, e mendoj që do më ngelte pak peng sikur të binim nga kategoria, pikërisht duke qenë unë ish kapiten skuadrë dhe një djalë nga Kuksi. Kuptohet, kategoria e dytë ka vështirësitë e saj. Nuk janë shumë skuadra që janë pretendente, por janë disa skuadra që krijojnë probleme gjatë rrugës, është e vërteta, sepse nuk ta lejon fusha, pra se nuk kemi shumë cilësi pra në lojë në disa fusha dhe më pas të vërtetësohet. Por kuptohet, në kategorinë superiore është diçka tjetër. Se është nivel tjetër, ka përgjegjësi tjetër, kërkohet për shkuar në Kupat e Evropës, por që jo që është e lehtë kategoria e dytë. Oferta do kesh tani mendoj po. Apo ke patur? Unë kam pasur faktikisht para se të shkoj tek Sopoti 2 oferta në kategorinë e parë, jo në kategorinë superiore. Kam patur edhe një ofertë në Kosovë, por zgjodha të jem tek Sopoti dhe mendoj që bëra zgjedhje të mirë. Po pse Sopoti? Po unë të thash, pra kisha diskutime, bisedime her pas here me detrorin sportiv. Që tregoj për dhe ai më thonte gjithmonë që ne jemi shumë afër për të kërkuar pra një objektiv, sepse kemi ardhur të organizuar, pra financat ishte kryesorja, klubi ishte korrekt për çdo gjë dhe më thonte vazhdimisht që më duhet një trajner dhe unë dua të jeshti pra trajner për të bashkëpunuar sepse mund t'ja dalim. Dhe mora përsipër që është e vërteta, kuptohet vështirësia do të ishte, por që nuk mund të them që e kisha me dy mendje në mënyrë absolute, pra. Vendosa për të marrë Sopotin dhe për të arritur objektivin dhe kuptohet tani del pa çdo gjë nga ana e suksesit. Se më kujtua që po flisa për videot virale. Tani ma komenton çik këtë.
A komenton më vërtetoj se jo. Kur keni siguru kualifikimin, i ke thënë lojtarëve gjithë të japin fanella tifozëve dhe të vlerësuan shumë rrjetet sociale. Është e vërtet si e bëre, pse e bëre, ma trego tani. Është e vërtet? Që po, shumë e vërtet është, që është e vërteta, ne kemi patur mbështetje edhe nga publiku edhe në Librasht, por që të shikoj një skuadër në kategorinë e dytë, në Selman Selmasi kishte shumë tifoza, por nuk është të thonë që të kesh tifoza dhe ata të rinullur, kështu që gjatë gjithë kohës kanë bërë për skuadrën, kanë bërë një mbështetje shumë të mirë, dhe sidomos në Vlorë ishte një diçka speciale, ardhja shumë tifozave dhe sinqerisht pash shumë tifoza që ishin shumë të lumtur, sepse po e prisin prej shumë vitesh. Edhe kur shikoj tifozat që një lumturi shumë e madhe, atëherë sinqerisht është edhe momenti ajo. Pra me njëherë i thash futbollistëve që urgjentisht bluzat sepse ata mezi po presin për t'u takuar, edhe vendosën për të shpërndar bluzat gjithë. E vlerësuan shumë tifozët të Xhest, e kam parë. Me që jemi me një trajner, diskutojmë edhe temën që u bë doli pa pritur sot, me thonë drejtën, njoftim në orët e para të mëngjesit që Rolando Marando ishte trajneri i ri kombëtar shqiptare. Lëvizje pa pritur, largoi Silvinho 2 javë përpara ndeshjeve të qershorit. Si e sheh? Largimi dhe trajneri që ka ardhur. Unë mendoj që kuptohet, është e menduar kjo lëvizje. Patjetër. Ndoshta nuk ka dalur. Po duhet pak nxituar kështu brenda dite. Po e nxituar, por që mendoj që unë mendoj që mund të ketë një muaj ndoshta që ka qenë bërë kjo zgjedhje. Trajneri Silvinho sigurisht që ka bërë një punë të mirë, sepse të shkosh në Europian dhe të shkosh në play-off që s'kemi qenë asnjëherë. Ishim shumë afër botrorit, sigurisht që ka bërë një punë mirë, ndonse gjithmonë do flitet për zgjedhjet është mos e normale, sepse ti je trajneri kombëtarës, do jesh në një tokë të nxehtë, kështu që është mos e normale do jesh në qendrën e kritikave. Por që në përgjithësi mendoj që ka bërë një punë mirë. Sigurisht që edhe unë kam folur her pas here që ndoshta disa momente, disa zavendësime ndoshta s'na kanë pëlqyer, por që çdo trajner ka ato idetë veta, lëvizjet e veta. Për shembull si në ndeshjen e fundit që ne pam një sistem që ne nuk kishim mësuar her pas here, për atë sistem që të lunim me një sulmues fac po themi, apo çodhe një zavendësim që erdhi nga Majta në fundin e ndeshjes që një lojtar që nuk është se kishte lozur vazhdimisht, por që ndoshta ishte si provë. Fatikisht ne themi në ndeshje kryesore nuk duhet të kesh prova me lojtar, por më mirë të luash me ato lojtarë që kanë marrë minuta vazhdimisht. Ngelet për të parë dhe prova nuk është se doli për mirë, se ishin pikërisht ato dy lëvizjet që ndikuan pak te dy rastet që patëm. U afruam që është e vërtetë, ishim shumë afër fitores, se pra janë ato episodet që e zgjidhin një ndeshje, por që duhet të presin tani për trajner i, ka patur disa skuadra që është e vërtetë Seri A dhe Seri B, që mu më duket komplet jo bilse. Jo, mua më bë përshtypje që kishte vetëm 31% fitore tek ndeshjet që kishte. Pra është pak. Mesatare një vit e kishte në çdo skuadër. Është pak. Nuk është se ka patur, po themi skuadra nivelit të lartë, për Milan, Juve, Inter, Roma apo Lazio, por që ka patur disa skuadra që janë mësuar për të vuajtur dhe ndoshta ja ka dalur. Dhe ndoshta e kanë parë edhe këtë ide për të parë një trajner që ndoshta është mësuar të vuajë me skuadra të vogla dhe pse jo për të na sjellur një eksperiencë të mirë. Por gjithmonë ngel për të parë çfarë do na sjell ky trajner. Diçka që vura Reut pak të konferenca se çfarë mund të lexosh me pak fara që është në konferencë ishte pak tip emocional. Nuk e dia është mirë apo keq që trajneri të jetë emocional. Italianët ashtu janë në burr. Italianët. Po duket qenë se ai nuk e di, më duket se nuk ka qenë asnjëherë trajner kombëtar. Jo, hera e parë sot. Dhe ai ka patur disa skuadra si Genoa që është një skuadër që mendoj që është skuadër e mirë, skuadër për të vlerësuar, po Cagliari apo disa skuadra të tjera. Por mendoj që maksimumi në karrierën e tij mendoj që është në këtë moment sepse ka marrë një ekip kombëtar dhe megjithatë që ne kemi bërë progres, Kështu që ai e di mirë që çfarë skuadër ka. Vetëm do shikojmë tani që do t'i përshtatet skuadrat që ne kemi, pra ne kemi një skuadër që lojtarët tonë luajnë shumë mirë në fazën sulmuese. Tani do shikojmë ky trajner do mendoj më shumë për fazën sulmuese apo fazën mbrojtëse. Pra këtu ngelet për të parë. Ne gjithmonë kemi folur për Silvinën, pse nuk aktivizon disa lojtarë më shumë në fazën sulmuese, sepse e kemi mundësinë për të shkuar më përpara për të riparuar her pas here ato gjëra që ne kemi thënë, pra mos të qëndrojmë shumë mbrapa, por për të shkuar më përpara portës, të jemi afër portës sepse kemi lojtarë cilësor dhe që i zgjidhin ndeshjet. Tani ngelet për të parë pra stili i lojës që do ketë ky trajner. Shpresoj që të ketë atë stilin që lojtarët preferojnë. Stilin thua ti, por objektivat ishin të qarta në konferencë për shtyp. Vendi i parë në Ligën e Kombeve dhe kualifikim në Euro 2028. Personalisht vendin e parë shoh të arritshëm. Kualifikimin shoh pamundur me të trajner. Ti si mendon? Po pamundur pse? Nuk mbi trajneri. Po ti ke një koeficient më të mirë dhe për vallë do kesh, pra do kesh një short, mendoj pak më të lehtë për Europian. Let's wait and see. Mund të them këtë që Shqipëria ka një pikë që nuk mund të themi ne më që kemi disa skuadra të forta dhe tani duhet jemi të kujdesshëm sepse të zëm vendin e tretë apo të katërt. Jo. Unë mendoj që ka ardhur momenti që në çdo skuadër e fortë që të jetë, ne duhet të përballemi si të barabarta. Më përpara kemi folur ndryshe. Kemi patur shumë skuadra të mira, kemi patur shumë lojtarë të mirë, por gjithmonë në vend të parafundit përfundonim.
Tani është diçka tjetër. Ne jemi përballur me shumë skuadra të mira, dhe ç'është e vërteta, lojtarët kanë bërë ndeshje të mira. Por mos harrojmë, lojtarët tonë luajnë në skuadra të mira. Pra prej vitesh disa lojtarë kanë luajtur në nivele shumë të larta. Tani, këto lojtarë do të marrin shumë përsipër, edhe nuk mund të them që ne kemi frikë një skuadër. Jam dakord që të kesh një Angli apo një Gjermani që mund të jetë organizuar, Franca janë skuadra të forta, por nuk mund të themi ne që është e pamundur. Pra brenda një ndeshje mund ndodh çdo gjë. Patjetër. Por jo të themi që ne jemi të vegjël, nuk jemi më të vegjël. Por derisa kemi shkuar dyën europian, shkuam dhe në play-off, pra ishim afër botrorit, lojtarët i kemi të mirë, por unë mendoj trajneri duhet shikoj në fazën ofensive. Sepse këto futbollista nuk është se bëjnë shumë mirë në fazën mbrojtëse. Ndoshta mund gabojmë në fazën mbrojtëse, para ne mund të shfrytëzojmë shumë mirë në fazën Fakti që është italian nuk është ndihmon shumë te reparti avancuar. Mendoj se italianët gjithë filozofinë e vet e kanë patur tek loja mbrapa, tek mbrojtja. E kanë parë si trajner, disa ndeshje mund të them, por nuk është se kanë parë skuadra për shembull që më kanë lënë mbresa për thonë që ky trajner po bën një super lëvizje me sistemet apo them siç është Gasperini. Nuk është një trajner i madh Gasperini, por që për një lojë sulmuese që bën vazhdimisht. Kështu që ngjehet për të parë dhe shpresoj që t'i përshtatet lojtarëve që kanë organizuar. A mendoj që kishte alternativa më të mira? Nuk duam të gjykojmë se ndoshta edhe për Silvinho tham fillim kur erdhi që do na çojë mendimin tonë se po e vrasim valla, mos u bind pik. Ndoshta një trajner shqiptar. Mund të ishte koha e dur për një trajner shqiptar. Trajner shqiptar gjithmonë do jenë kandidat, por që ne më përpara kemi marrë vetëm trajner shqiptar sepse buxheti ka qenë shumë i ulët në Federatën Shqiptare, që është e vërteta. Tani është një buxhet shumë i madh. Dhe kur buxheti i madh, tani edhe zgjedhjet kuptohet janë shumë të hapura dhe sidomos në nivele të larta. Kjo nuk do të thotë që presidenti Armand Duka nuk i ka dëshirë trajnerit shqiptar në mënyrë absolute, por tregu është shumë sfidues, shumë konkurrues. Dhe buxheti është shumë i madh, pra ne kemi mundësi për të marrë çdo trajner. Jam dakord se për publikun sigurisht kemi dëshirë të shohim një trajner me emër të madh. Por që nuk do të thotë kjo që Dukani trajner i madh ndoshta mund të bëj më të mirë. Kështu që ky trajner ndoshta mund të përshtatet mirë me skuadrën dhe kryesorja është për të përshtatur mirë me skuadrën, për të njohur me ambientin, për të pranuar ambientin ton, pra jo siç ka qenë rasti i Panuçit i cili erdhi dhe mendonte akoma që ishte lojtar i Realit apo i Milanit. Kështu ne duam një njerëz të thjeshtë, përshtatet me ambientin ton, pranoi kushtet tona dhe më pas kërkoi për të arritur sukses. Siç ka bërë De Biasi, siç ka bërë Silvinho, sidomos Silvinho pra një trajner, nuk më thon trajner i madh, por që një futbollist i madh. Që ka luajtur me Barcelonën, me Cityn, por që erdhi në Shqipëri dhe pranoi për të shkrirë pra me familjen tonë, familjen shqiptare. Edhe ky trajner pranoi që do të jetojë në Shqipëri. Njëjtë me Silvinho pranoi që do të rrijë gjithë vitin këtu, pra fakti Silvinho duket sikur ka filluar një cikël që trajnerët në farë forme i detyron që të rrijë këtu gjatë gjithë. Sigurisht, po janë dhe kushtet e tjera. Janë kushtet e tjera sepse tani me sa di unë po bëj dhe një hotel modern që do të shërbejë ekipit kombëtar. Nuk kemi qenë asnjë në këtë kushte, që është e vërtetë. Atë kemi një kompleks modern duke bërë fusha, pra janë 3 fusha. Është më lehtë tu atje është këtu. Patjetër, pra për të shkuar për të bërë një video analizë, pra ke luks për të shkuar për të bërë me lojtarët. Kështu që të bëhet një hotel dhe kuptohet çdo trajner ka mundësitë për të punuar mjaft mirë dhe mjaft i qetë. Ikim nga kombëtarja, shkojmë tek Sopoti 2026-2027? Profesor, sezoni i ri në kategorinë e parë mbas shumë vitesh. Tani, objektivat reale të Sopotit. Kush është sfida e vërtetë e Sopotit sezonin e ardhshëm? Duke pasur parasysh, ndjes që jeni në një kategori të parë me flamurtarin, me Bylisin, me Beslidhjen të mirë investuar. Ka skuadra shumë të forta që është e vërteta, apo Besa Kavaja, secili apo investon, edhe shumë skuadra të tjera. Deci, kategoria e parë ka paktën 6 ekipe që pretendojnë për të futur në elitë. Ka objektivi i Sopotit. Në radhë parë duhet të jemi të kujdesshëm tek lëvizjet që do bëjmë në merkato, pra të hyrjet edhe tek daljet. Ne do mbajmë patjetër 70% të skuadrës, se unë jam i kënaqur me këto djem që kemi, mendoj që kanë vlera. Unë gjithmonë i kam folur lojtarëve që ndoshta për momentin jeni në kategorinë e dytë, por ju meritoni të jeni edhe në kategorinë më lart dhe pse jo për të futur në treg sa më shpejt për të qenë edhe afër superiorës. Mendoj që 4-5 lojtarë na duan lojtarë të mirë. Do kërkojmë lojtarë që kanë karakter të fortë, sepse duhet dhe kategoria, është kategoria e tillë, duhet i përgjigjemi asaj kategorie. Duhet disa lojtarë që të kenë dhe komunikim. Shumë pak lojtarë ndoshta kemi patur që kanë komunikim, unë gjithmonë si trajner kërkoj komunikimin. Pra ne si trajner qëndrojmë në këmbë dhe flasim gjithmonë sepse shpëtojmë golin. Pra një moment i saktuar, pra mund të themi lojtari kujdes mbrapa dhe ai për një herë reagon, kështu që unë dua disa lojtarë që flasin dhe komunikojnë, dhe mendoj që do të shikojmë edhe te kjo aspekt, por që duhet të jemi të kujdesshëm sepse kuptohet dhe lojtarët bëjnë zgjedhjet e tyre dhe shpresoj që ato lojtarë që ne kemi programuar dhe të bëjnë zgjedhjen tonë. Dhe më pas të bëjmë një fazë projektore dhe sigurisht të jemi të kujdesshëm sepse kemi ardhur nga vështirësitë
edhe kuptohet e para është të qëndrojmë në kategori me patjetër. Nuk mund të themi gjëra që nuk duhen të thënë, më pas ja lëmë rrugës se si do shkojnë gjërat. Fatikisht ishte edhe Ileria e fushkryes, e cila ishte surprizë, nga kategoria e dytë erdhi në të parë dhe shkojnë në play-off, kështu që ishte një ecuri mjaft e mirë dhe kjo është një shembull për ta marrë Ilirinë e fushkryes, por ne do jemi të kujdesshëm të bëjmë ndryshimet e duara. Dhe që do të mbash rreth 70% skuadrës. Ka sopoti kontingjent premtues brenda skuadrës pa lojtar që mund të jenë edhe nën lupa të skuadrave të tjera pse jo? Ka lojtar cilësor, ne kemi patur dhe Atandën, një lojtar kryesor, lojtar që ka lozur. Sodiqin? Po, Atanda. U bën 20 vite që më mend luaj në nivele të mira të futbollit shqiptar. Atanda, po, ka lozur me Partizanin e Femortarin, kuptohet mendoja ndoshta nuk mund ta ketë gjendje fizike për momentin, sepse po mendoja pse Atanda ka zgjedhur kategorinë e dytë dhe pse nuk është në një nivel tjetër. Por që është e vërtetë një futbollist shumë serioz i disiplinuar dhe ka ndihmuar shumë skuadrën. Eksperjenca e tij i ka vlerëtuar shumë, por ka edhe shumë lojtarë të tjerë, kam shumë besim dhe tek një sulmues Aminu, i cili ka qenë një lider i skuadrës, është vetëm 20 vjeç, lojtar nga Nigeria, nga Afrika, kanë ardhur edhe të tjerë pra që janë në karikën tonë, apo Momo, kapiteni Goci, Hukaj, Troksi, ka disa lojtarë që kanë vlera, por që duhet kujdes sepse ndryshon ritmi, ndryshojnë shumë gjëra në kategorinë e parë, dhe këto do të kenë një sfidë në vetë, me patjetër. Por duke qenë se unë po mendoj që të marr 5 lojtarë që të kenë dhe eksperiencën, mendoj që do jenë dhe ndihmës për këtë. Kenë dhe eksperiencën, do të thotë ish lojtar superiores? Superiores kuptohet, ndoshta do kemi pak vështirësi, se s'mund të them që ne kemi një buxhet shumë të madh. Por me buxhetin që kemi do mundohemi të marrim ato lojtarë që na nevojiten. Kuptohet, duam disa lojtarë që na bëjnë punën, nuk duam shumë lojtarë që kanë CV të madhe dhe ndoshta për të bërë atë diferencë që ne kërkojmë, por ne duam disa lojtarë të thjeshtë që bëjnë diferencën dhe të na përgjigjen ashtu siç ne kërkojmë. Kuptohet, do kërkojmë ne. Pse jo, të kërkojmë lojtarë superiorës, siç morëm Atandën, pra lojtarë superiorë, erdhi tek ne, e vlerësoi ofertën tonë, por do shikojmë dhe tregun e kategorisë parë për të afruar atë lojtarë, pse jo dhe për të parë nga tregu huaj, për të parë disa lojtarë, pasi ka dhe lojtarë cilësorë që vijnë nga jashtë. Nuk jam me këtë ide që se s'po marrim lojtar shqiptar dhe po shohim tregun e huaj. Fusha është e hapur, kush ta meritoj, kush do jetë më i miri, ne do ato lojtar do marrim. Profe, si lojtar ka luajtur me 2 ekipe, domethënë, pjesën e madhe këtë Kuksi, por ka luajtur me Elbasanin, ka luajtur me Vllaznin nga një vit. Të dyja në luftë për trofeun, bashkë me Ignatian, bashkë me Dinamo, por më pak shanse ka Dinamo. Si është luftën e titullit në kategorinë superiore, Final Four? Po, ç'është e vërteta, Vllaznia deri në po them 3 javë të fundit nuk më pëlqeu shumë ritmi i lojës në mbylljen e kampionatit, por Vllaznia ka qenë një ekip konstante, ekip solid që ka patur vetëm pak luhatje gjatë kampionatit, por që ka menaxhuar mirë situatat. Më pas ndodhi një ngërsh tek Vllaznia sepse nuk po shënonte lojtari kryesor Balaj dhe skuadra filloi të ndjejë vështirësi. Këtu kuptohet është një emet faktikisht e skuadrës, sepse në momentin që sulmuesi kryesor nuk po shënon, atëherë skuadra po çalon. Kështu që nuk lejohet një skuadër që pretendon për të dalë kampion. Pra në momentin dëmtimin e Kastratit, pra 2 lojtarë. Edhe Kastrati, po. Dikush nuk shënon, dikush del nga loja, bie 2 pika bien. Duhet përmendur, por që ka patur lojtar, ka patur alternativa të mira, por që gjithmonë u them që në momentin që një lojtar kryesor nuk shënon, atëherë pjesa tjetër duhet të reagojë për të zgjidhur edhe ata në momente të vështira. Elbasani bëi një sezon të madh, ishte surprizë, më ta them, sepse ne gjithmonë mendonim se Dinamo do ishte më lart, por që Dinamo nuk arriti dot. Ka patur kundërsulme në armën e tyre më të fortë, ja kanë dalur mirë, kuptohet kjo humbje i ka zbehur, që është e vërteta pak, sepse nuk lejohet në ndeshje finale pra të humbasesh në rezultate të tillë, por edhe megjithatë duke marrë golat në atë mënyrë. Pra pash golin e dytë që ishte shumë në vështirësi, pra ishin 4-5 lojtarë dhe nuk arrinin dot për të kapur një futbollist kundërshtar. Kështu që Ignatia domethënë një skuadër që ndoshta e humbi pak atë shkëlqimin, gjithmonë thonim që nuk është ajo skuadra që ka qenë e titullit kampion, por që vjen dhe shfaqet në momentin e duhur. Në momentin e duhur bën diferencë. Është gjithmonë aty. Është gjithmonë aty dhe lojtarët u treguan shumë profesionistë, duke qenë se erdhi trajner i ri, pra u përshtatën mjaft mirë. Dhe tani Ignatia ka shtuar dhe më shumë bukurinë sepse janë 3 skuadra që janë ngjitur tani. Dhe vjen keq për Dinamon sepse ajo ndeshje me Partizanin, që Partizani aktivizoi në ndeshjen e fundit disa lojtarë që nuk kishin lozur shumë. Dinamo kishte pretendime për ta marrë, kështu që nuk e mori dot atë 3 pikë. Imagjinoni që të kishte 3 pikë të Partizanit, do ishte komplet ndryshe me një super skuadër që ka patur, por që abizme fatikisht shumë dëmtime ka patur skuadra Dinamos dhe e kanë penalizuar. Të vjen keq pse Dinamo nuk është në këto nivele që janë ato me pikë, pra që të ishte shumë afër, më pas do ishte një super Final Four,
Por që mendoj që Dinamo e zbukuroi Fenerbaçesin sepse Me fitoren, po. me të fitore dhe tani çdo gjë po shkon E ke një parashikim apo një dëshirë kush do ta marrë titullin? Dëshirë, nuk më them dëshirë, por që unë uroj ta marrë ajo skuadër që do bëj më mirë, ndoshta Elbasani zbori mirë, por ndoshta mund të shfaqet e rrezikshme tani. Uroj që ta marrë skuadër pra që do prodhoj lojën më të mirë, që do të tregohet më i duruar. Dëshirë do kisha të ishte një skuadër tjetër, por e skuadra nuk është. Lëre profesor, lëre. Lëre profesor, sa jo skuadra na ka thy zemrën. Do më bën të xhefi, po nuk është për momentin. Çfarë ti bëjmë? Ndoshta kur të vish ti në stol. Por me që dolën pak tek këtij futbollist, ke qenë Vllaznia, Elbasani, Partizani, kujtimi që s'do harrosh kurrë si futbollist. Te Partizani kam kaluar vite të mrekullueshme, kam shkuar i vogël te Partizani, që është e vërteta, dhe kam qëndruar për shumë vite tek Partizani. Speciale kanë qenë gjithmonë ndeshjet derbi që fitonim, por që në karrierën time në futbollin shqiptar mund të them ndeshja më e bukur që më ka ngelur në mendje si emocion shumë i madh, po them të parën më pas të dytën. Ka qenë në Kupat e Evropës me Sarajevon. Në Sarajevo, kur në minutën e 80 Halili, portieri nga Vlora, arriti të kapte atë 11 metër, që ishte 11 metër që na kualifikoi, sepse kishin fituar ndeshjen e parë dhe sigurisht ishte një emocion shumë i madh në Sarajevo, dhe duke ditur dhe që çfarë publiku kishte Sarajevo, ishte një tifozori e jashtëzakonshme. Që se du më i plot, po e mbaj mend. Po ishte një ndeshje shumë e bukur, një ndeshje që faktikisht e dominoi, që është e vërtetë Sarajevo, po ishte një emocion shumë i madh. Dhe më pas për të përmendur dhe titullin e kampion që arrita të fitoj me skuadrën e Kuksit. Me Kuksin. Këto dy ndeshje kanë qenë me emocionin më të madh. Ramani ka provuar nga kategoritë e ulta me Kuksin deri te Kupat Evropiane dhe ekipi i parë që kaloi 3 ture rresht apo jo? Deri te play-offi Europa League. Ishte direkt sezoni i parë që erdhën me Trabzonsporin pastaj po. Po, në Trabzonsporin ishte shumë e vështirë. Kuptohet, rrallë herë ndodhin këto surpriza, por që është e vërteta, skuadra e Kuksit investoi shumë, mori gjithë lojtarët e superiorës me nivel të lartë dhe arritëm të bëjmë atë mrekulli. Po më pas e vazhduam, fatikisht që është e vërteta, vazhduam mirë, Kuksi qëndroi korrekt në objektiva, duke fituar 2 kupa, morëm Superkupën. Kuptohet, tani është pak në vështirësi dhe uroj që një ditë të zgjidhet kjo situatë në Greqë dhe pse jo të rikthehet edhe një herë Kuksi që ka qenë. Sikur me këtë situatën e kalimit të 3 tureve bën gjithë Shqipërinë të flisë për ju. Krahasohesh me flamurtarin e viteve të artë që kaloi 3 ture, po si e ndjeni ju të momentin tek ekipi? Pra ju nuk e prisit edhe vetë se shkonin aq larg te Europa League. Në mënyrë absolute. Po si ishte kur kalohet një tur, një ndeshje, çfarë ndjeni brenda ekipit? Po duhet ta theksojmë dhe është për ta thënë sepse gjithmonë ekipet shqiptare fatikisht nuk kishin besim që mund të shkonin në tur 3. Unë më mend dhe me Partizanin që kam qenë futbollist, pra donim të kalojmë një tur dhe na u dukte sikur kemi arritur një objektiv. Por edhe skuadrat e tjera, kështu që mbaj mend intervista që dha presidenti, tha ne ju themi gjithë ekipeve që ne erdhëm deri këtu sepse pretenduam që do vim deri këtu dhe ja dolëm. Kështu që uroj që të shpresojnë edhe skuadrat e tjera, pra mos e futet një ekip shqiptar që të thotë që turi i parë dhe turi i dytë ndoshta është maksimumi. Dhe mbaj mend që mbas Kuksit të gjithë ekipet kanë synuar për të shkuar lart dhe ishte edhe Skënderbeu që shkoi arriti deri në grupe, por emocioni ka qenë shumë i madh sepse një skuadër e vogël si Kuksi, pra nuk është se kishte një histori në superiore, flas, sidomos në Kupat e Evropës nuk kishim historinë. Si Kukos, sigurisht ndeshja e parë ka qenë me Flora Tallinn, një skuadër që na vurin vështirësi, që është e vërteta, por emocioni shumë i madh se emocioni i sjell publiku. Pra gjithmonë çdo kalim që ne kalonim në raundin tjetër në aeroport ishin shumë tifoz kuksian që na kanë dhënë shumë emocione. Më pas në turin e dytë në Çemal Safa kishte shumë të ardhur nga Kuksia, po nga gjithë Shqipëria, kudo që ishin kuksianët. Emocioni shumë i madh për të kaluar një ekip si Sarajevo që kishte histori. Dhe më pas të turit të tretë me Metalurgun, Metalurgu nuk është se kishte shumë tifozë fatikisht, por në Çemal Safa më pas mani mend ka qenë një super ndeshje, pra pjesa përballë, tribuna ka qenë e mbushur plot për plot dhe arritëm të fitonim dhe kuptohet emocionet ishin shumë të mëdha. Është një ndjenjë e veçantë fatikisht është e vërteta kur me një skuadër që nuk ka pasur histori dhe arrin të shkruash historinë është shumë e bukur, sepse po mund të them që kalon Partizani, kalon Tirana, po janë mësuar me trofe, janë mësuar me suksese, kurse Kuksi nuk është se ishte mësuar me suksese. Ti djalë Kuksiani je, kapiteni i ekipit ke qenë. Në Kupën Evropiane ke provuar. Mendon që ke plotësuar gjithë ëndrrat e tua me futbollin si lojtar? Si lojtar më ngel një peng që është e vërteta tek Partizani, pasi doja të fitoja si lojtar një titull kampione, pra mbi 7 sezone gjysmë kam lodhur tek Partizani, jemi afruar shumë, që është e vërteta, e kishim shumë afër titullin, pasi ishte ndeshja finale me Dinamon, 2 lojtarë të Dinamos se dolën me karton
me karton të kuqe dhe kishim shumë minuta për të luajtur dhe ende nuk e besoj se nuk arritëm dot ta fitojmë atë ndeshje. Çfarë ndodhi atë ndeshje? Si ka mundësi se me 2 lojtar më pak Ishte çfarë ndodhi? Si ka mundësi? Presioni shumë i madh fatikisht dhe Dinamo më pas u tërhoq shumë mbrapa, ne po sulmonim më shumë me krosime nga krahët, ndoshta mund të kishim synuar dhe me topa poshtë sepse po ne vazhdonte shumë rrugën në Dinamo. Sinqerisht nuk po e besonim se si ka mundësi nuk po shënojmë gol. Kishim lojtarë të mirë, siç ka qenë Bakaj, Muzaka, Dhëmbi, Shkëmbi, pra kishim futbollistë të mirë që mund të merrnin përsipër, mirë po që goli nuk po vinte asnjëherë. E çuditshme është se si e kemi humbur atë kampionat dhe më ka ngelur në mendje, më ka ngelur si një peng sepse u rrita tek skuadra Partizani dhe u formova si lojtar dhe isha shumë afër për ta marrë atë titull, por gjithmonë e kam shprehur në intervista që pse jo ndoshta një ditë do kem shanse dhe fatin për të afruar edhe një te Partizani, jo më si lojtar, por si trajner. Dhe uroj që ta plotësoj atë dëshirë në të ardhmen. Inshallah profesor. Faleminderit. Na u thash shpirti për titullin kampion. U them se profe ta falenderojmë, ishte bisedë e këndshme. Nëse ke ndonjë pyetje të fundit? Jo, profes, ju urojmë shumë sukses në kategorinë e parë tani. Mendoj që të qëndrojmë me këmbën tokë. Objektivi i parë është mbijetesa, nëse merrni gjë rrugës shumë urime, po objektivi i parë është mbijetesa, kështu që shumë suksese, shumë urime për ngjitje në kategorinë e parë, sidomos. Faleminderit. Dhe ju dëgjofshin të mirën. Faleminderit dhe ishte kënaqësi që kaluam shumë bukur. Ándale.